Në universitet na ka mësuar që fjala vëtullë, ftullë dhe ftujë vijnë nga një formë e lashtë, e pagjetur, e rindërtuar, e latinishtes vulgare vitulea. Kjo për arsyen se as Seqerem Çabej nuk dinte latinisht, as Kolet Topalli dhe as një antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nuk ka ditur jo vetëm latinisht, por dhe italisht. Kjo formë imagjinuar, vitulea, është në gjuhën latine dhe italiane. Në gjuhën latine është vitula. Është forma femërore e emrit Vitulus, viç i vogël. Vitula është viçe, femër. Pra nuk është formë imagjinuar. Është formë reale. Është folur në Shqipëri nga kolonistët romak në një krahin që quhet Kolonjë. Në gjuhën latine ishte kolonia. Pra Shqipëria ka qenë kolonia e gjitha, dhe vendi ku vendosën latinët quhet Kolonjë, është akoma dhe sot, qyteti Kolonjës. Dhe ata përdornin fjalën vitula. Fjala vitula tregon që ne jemi autokton. Pra nuk ka nevojë fare për mbishkrimet e lashta shqipe që nuk do gjenden kur, sepse gjuha shqipe i ka marrë fjalët nga latinishtja dhe i ka ndryshuar. Fjala vitula ka qenë perëndia e fitores, e gëzimit, ka qenë ajo lopa që lëpinte Apollon dhe mëkonte atë në Durrës, në monedat e Durrësit. Pra mbishkrimet ishin greke, por perëndia ishte vitula. Kjo është për të qartë. Edhe në Apolloni është perëndia vitula, perëndi romake e marrë nga grekët, vendosur në monedat e tyre. Është perëndia e fitores dhe perëndia që përkëdhel Apollon, diellin. Pra, çfarë ka ndodhur? Akademia e Shkencave të Shqipërisë, që me krijimin e saj dhe deri tani, pretendon që forma vëtullë e shqiptarëve arumun, sepse është e përbashkët, është forma e pashquar e vitula. Nuk ka ndryshuar fare, a thua sikur gjuha latine nuk ka vdekur. Gjuha latine jeton në gjuhën shqipe, në gjuhën arumune, në gjuhën italiane, spanjolle, franceze. Pra, kush e ka fajin që disa minoritarë me Kalashnikov shkojnë dhe godasin në peshkëpi ushtarët e pambrojtur, duke menduar që ne jemi të ardhur këtu? Fajin e ka Akademia e Shkencave të Shqipërisë, që nuk e sqaron, që nuk ka ndërprerje midis gjuhës latine dhe gjuhës shqipe. Emri vitula është bërë vëtullë, pastaj ftullë në gjuhën çame, por edhe tek shqiptarët e Kalabrisë, gjë që tregon që ata kanë ardhur nga Greqia. Pastaj në gjuhën gege, veriore është bërë ftujë dhe ftujak, është kec i vogël. Por ka qenë viçe në gjuhën latine, është bërë ftujë në gjuhën shqipe. Tani, kjo fjalë pra, është në gjuhën katalane, vedella, në frëngjishten e vjetër, velle, në gjuhën istro-romanian, vice, në gjuhën italiane, vitella, në gjuhën ocitan, vedella, në gjuhën rumune, vicea, në gjuhën romansh, vadeala, në gjuhën sardenjës, bitella, dhe në gjuhën siciliane, videdha. Pra lloja është bërë dhë në gjuhën siciliane. Pra forma më e vjetër e shqipes është aty tek rumunët, ku janë sot. Gjë që tregon që ne jemi autokton. Vitula romake është bërë vëtula në shqip. Forma e tretë është shquar. Është bërë vitulë tek rumunët dhe vëtullë në gjuhën shqipe. Pra forma e trajtës së pashquar në gjuhën rumune dhe arumune është identike me gjuhën shqipe. Nga forma e trajtës së shquar ka dalë forma e trajtës së pashquar dhe jo anasjelltas, siç mendon Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Por historia nuk mbaron me kaq.
Kjo fjalë shkon në gjuhën e Cakonias. Por grekët e kanë hequr. Ati është varianti vitul, i gjinisë asnjanse, vituli, por është dhe vitula. Grekët e heqin këtë vitula. Nuk e duan, sepse është një lloj si e çamërishtes. Pra grekët kanë ndryshuar librat gramatikor për të përligjur pastrimin etnik të çamëve dhe të arbëreshëve në shekullin e 15 dhe të çamëve në shekullin e 19. Pra cili është problemi? Grekët këtë e trajtojnë si fjalë asnjanse. Në librat e akademisë mendohet që kjo fjalë ka kaluar nga gjuha greke në gjuhën shqipe. Dhe greqishtja e ka marrë këtë nga një formë e imagjinuar e latinishtes vitulea, që nuk ekziston. Është fjalë vitula. A kuptoni apo jo? Akademia ka shpikur një formë të latinishtes vitulea, kur ushtarët romak, deri në momentin që u rrëzua perandoria romake, kanë thënë vitula. Është viçja femërore, vitulus është viçi. Tmer o tmer. Tmer o tmer, e kuptoni apo jo? Fjalën tmer. Grekët e masakrojnë gramatikën e tyre, e mënjanojnë gjuhën e Cakonias, që ishte ngjashme me shqipen, dhe ruajnë vetëm formën vituli, dhe e nxjerrin nga një formë që nuk është gjetur kur, vitulion. A përsëris. Grekët kanë përdorur manipulime gjuhësore për të shmangur gjuhën e Cakonias dhe gjuhën arvanite, sepse ishte vëtulë dhe vëtula. Edhe një variant i Cakonias është vitula, një lloj, po që vjen nga latinishtja vitula. Tani çka ka ndodhur? Kjo fjalë tregon se si u zhvillua gjuha greke. Të dashur shqiptar, gjuha lashtë greke u zhduk. Po si u zhduk ajo? Mbas pushtimit romak, është folur vetëm gjuha romake në Greqi. Mbas rënies së perandorisë romake, grekët uzurpojnë perandorinë e lindjes, vendosit aty greqishtja e lashtë, është shkruar. Kjo është greqishtja e përdorur në perandorinë maqedone. Një greqishtje e njësuar bashk. Mirë po, populli i thjesht, grekët, filluan të flasin greqishten koine, që ishte bashkimi elementeve gramatikor të latinishtes dhe të greqishtes. U riorganizua greqishtja në greqishten e popullit, koine, të vulgusit. Pra ushtarët romak, që ishin në Greqi, filluan të martohen me gratë greke dhe lindi një popullsi e përzier. Dhe ata filluan të flasin gjuhë gjysmë greqisht, gjysmë latinisht. Grekët u munduan ta rivendosin disa herë gjuhën e lashtë greke dhe nuk ja kanë arritur dot. Deri në shekullin e 11 kanë ndodhur protesta të tmerrshme në Greqi. Grekët nuk e durojnë dot greqishten e lashtë. Prandaj zonja Kocaqi thotë që populli grek nuk ekziston, nuk është e vërtet. Ekziston, por gjuha greke ka marrë elemente gramatikor nga gjuha latine, pra ka marrë emrin vitula, që është emër i gjinisë femërore, dhe ka bërë emër asnjanës. Akademia jon kujton se ne kemi marrë këtë nga grekët, për shkak të faktit që çamët kanë banuar në çamëri, në Thyamis, dhe arbreshët po ashtu në Greqi. Pra fjala vitula ka lindur në Greqi, jo në Shqipëri. Është kthyer në vëtulë, tek shqiptarët dhe tek arumunët, e pashquar, dhe vëtula është quar. Tani është diçka shumë interesante. Në greqisht gjendet dhe vituli dhe vëtula. A thua se këto kanë qenë format e trajtës së pashquar vituli dhe e shquar vitula tek gjuha e Cakonias. Janë që të dy emra asnjanës në greqisht, por ekzistojnë paralel. Pra, trajta e shquar e pashquar e shqipes dhe e arumanishtes përkon me këto dy format në greqisht, vituli, një lloj e pashquar, dhe
vitula. Tani kjo s'ka kuptim, sepse në gjuhën greke gjithmonë përdoret forma e tretë së shquar to. To vituli, asnjanës, to vitula, gjithashtu asnjanës. Po përse kanë ekzistuar këto dy forma prandaj? Dhe përse grekët e hoqën njërin prej tyre? Po t'i kishin ruajtur grekët të dy format, do tregonte që gjuha greke pasqyron ndryshimet fonetike në arumanisht dhe në shqip, prandaj i kanë hequr. Kanë lënë vetëm to vituli. Mirë po në dialektin e Cakonjas është dhe to vitula. Është një lloj forme e trajtës së shquar, megjithëse është forma e trajtës së shquar paraemrit to vituli, to vitula. Tani gjuha shqipe vituli e bën vitulë dhe vitula e le ashtu siç është. E kuptoni apo jo? Vëtulë është trajta e shquar. Vëtula e shquar dhe vëtulë e pa shquar. Pra gjuha shqipe dhe gjuha rumune i ka këto dy trajta, një lloj si greqishtja to vituli dhe to vitula. Përse i ka këto dy trajta greqishtja? Dhe nuk ekziston forma vitulion. Është e shpikur nga gramatikanët grek, është e rindërtuar nga ata, një manipulim, një lloj si Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka manipuluar dhe ka krijuar formën vitulea. Nga shqiptarët kjo është bërë nga ignoranca, ndërsa nga grekët është bërë nga dashakeqësia. Por të mos treguar që këto dy forma paralele reflektojnë trajtën e shquar dhe të pashquar në arumanisht dhe në shqip. Kaq e thjeshtë. Tani gjuha shqipe i shkurton fjalët si gjithmonë. Vëtulë e ka kthyer në ftulë në gjuhën e arvanitasve, për fat keq, dhe në ftujë në dialektin e veriut, dhe ftujak. Pra, forma origjinale është vëtulë, dhe atë duhet përdorim ne. Mirë po, shqiptari Driloni nuk përdor dot tre rokje, vëtula. Dhe këto tre rokje janë përdorur deri në shekullin e 20. Pra, drilonizimi i shqiptarëve ka ndodhur pikërisht në momentin kur ne fituam pavarësinë, kur filluam ta shkruajmë gjuhën shqipe. E kemi prishur atë. Shqiptarët vet, shkrimtarët shqiptar, kanë filluar të shkurtojnë fjalët brenda një shekulli, ka ndodhur rrudhja e trurit të njerëzit. Pra, jo në pushtimin turk. Kjo masakër mendore ka ndodhur në momentin e pavarësisë. A nuk është kjo e tmerrshme? Brenda një shekulli shqiptari është bërë majmun. Deri në shekullin 19 dhe deri gati të 20-tin ishte vëtulë, dhe akoma përdoret edhe sot e kësaj dite. Vëtulë, vëtula. Kjo kthehet në ftulë në gjuhën arvanitase, pastaj në gjuhën gege bëhet ftujë. Por çfarë tregon kjo? Ne mendonim se dialekti geg dhe tosk janë krijuar në fillim dhe pastaj shqiptarët kanë shkuar në Greqi. Ka ndodhur e kundërta. Gjuha shqipe ka lindur në Greqi, në perandorinë bizantine. A kuptoni apo jo? Pastaj ka lindur dialekti geg. Në Shqipëri është krijuar ideja që nga fjalë një rrokshi janë krijuar fjalë më të gjata. Ka ndodhur gjithmonë e kundërta. Ka ndodhur në shekullin e 20. Vëtulë u bë në ftulë dhe pastaj në ftujë. Kush e ka fajin? E kanë fajin vetë shqiptarët. Ka ndodhur një rrezatim kozmik, do një supernova, rrezet gamma, kanë shkatruar ADN-n e shqiptarëve dhe trurin e tyre është prishur. Brenda një shekulli. Dhe të mos ja vën fajin fare perandorisë otomane. Fare, nuk ka lidhje kjo fjalë me gjuhën turke, as me pushtimin turk. Kjo ka lindur në Greqi, është akoma dhe sot atje, vëtulë, tek rumunët dhe shqiptarët, është ftulë, u bë ftujë, u shkurtua, u rrudh kjo fjalë. Dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e di që ekziston forma latine vitula. Dhe ata rikrijojnë vitulea. Dhe thonë që është e lidhur me greqishtën dhe ka ardhur nga greqishtja në shqip. E tmerrshme.
Tani ç'a tregon kjo? Që e Qerem Çabej nuk dinte latinisht. Nuk e dinte që ishte kjo si fjalë pastër latine, jo e rindërtuar. As Kolestopalli. Dhe deri në këtë moment që po bëjmë filmin tani, që ta dinë 10 milion shqiptar kudo në botë, asnjë antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe të Kosovës nuk di latinisht. E them këtë me dhimbje shumë të tmerrshme. Më vjen shumë keq që e them, po nuk din. Pra në të gjitha librat është shpjeguar gabim kjo fjalë nga Akademia jonë. Duhet shkarkuar e gjitha Akademia e Shkencave me njëherë dhe duhen bërë provime. Që të bëhesh akademik, duhet t'japësh provim latinishten dhe greqishten. Pa këto dëgju ti nuk mund të studiosh mbi shkrimet e gjetura në Shqipëri. Si do gjesh ti origjinën e shqipes? Atëherë çfarë ndodh? Nga që ti je kaq ignorant, ca ignorant minoritar që janë shqiptar të helenizuar, marrin Kalashnikov dhe shkojnë dhe godasin ushtar të pambrojtur në peshkëpi. Dhe linden ngjarjet e 97-s. Ekonomia shqiptare u shkatrua nga një jevgë sude. E kuptoni apo jo? Shqiptarët ja hidhin lekët të paketuara me gazeta të vjetra, ja hidhin. Ai thoshte nuk dua më. Meri amano sude lekët e mia. E kuptoni se çfarë niveli kemi ne? Kryeministri shqiptar nuk di sa është asistenca sociale sot në Shqipëri, edhe në Kosovë. I kanë bërë intervista, nuk e dinte. Asnjë nga deputetët e Shqipërisë nuk e dinte dhe nuk e di sa është asistenca sociale në Shqipëri. Dhe në Kosovë. Është shekulli i 21. E kuptoni apo jo? Ku është niveli i ignorancës? Pra kush ne ka fajin ne? A ka këtu perandori turke tani? A ka serb këtu? A ka grek këtu? Jo. Pra truri shqiptarit është trudhur në kohën e pavarësisë, këto budallallë që kanë lindur në trurin ton. Vëtullë, ftullë, ftujë. Shqiptari i shkurton fjalët. Dhe po ta vësh re, moderatorët në televizionin shqiptar ngatrojnë fjalën italiane cedere, që do thot hap rrugë, dorëzohem, me fjalën çaloj. Dhe është futur në shqip kjo fjalë, me kuptimin çaloj. Kjo çedon. Çalon. Nuk hiqe dot më. Pra, në momentin që po flasim ne bashk, ignorant, moderator, me kurse 6 mujore, janë bërë gazetar dhe po prishin gjuhën shqipe. Pra të gjitha televizionet private duhen mbyllur urgjentisht. Njerëzit duhet t'japin provime, nuk din shqip. Deputetët nuk mund të bëhen deputet, por nuk mbaruan për ekonomi. Duhet të dinë ata se sa është asistenca sociale në Shqipëri. Ata nuk lexojnë kushtetutën, nuk lexojnë ligjet dhe i miratojnë me kartona, sikur të ishin robot. Pra, e kuptoni ku jemi? More, e gjithë shoqëria është e kalbur, e kuptoni apo jo? Ne jemi bërë një popull peshk, pa tru, fare. Ne rikrijojmë format e latinishtes kur është fjala në latinisht. Vitula. Vice. Prekëndej vjen vëtullë në Shqip, dhe bët ftullë, pastaj bët ftujë, dhe ne nuk e dim. Themi duhet këtë ardhur nga greqishtja. A e kuptoni se çfarë po ndodh apo jo? Por grekët bëjnë të njëjtën gjë, manipulojnë gjuhën për të hequr format arvanitase në Greqi. Pa ato i bëjnë dëm gjuhës greke gjithashtu dhe nxisin urrëtitjen midis shqiptarëve dhe grekërve, vetë grekët, kuptohet. Pra kemi të bëjmë me ignorant në Shqipëri dhe në Greqi. Edhe grekët pra nuk din latinisht. Nuk din. Edhe shqiptarët nuk din latinisht. Turp. Prandaj e jeni tek Akademia jonë, është i vetmi vend ku do mësoni për gjuhën shqipe, sepse unë në diskutimet e mia në TikTok marr specialist që din italisht me banim në Itali, marr specialist që din greqisht me banim në Greqi. Dhe kemi krijuar bisedën drejt për drejt në TikTok çdo mbrëmje. Tani po të doni na ndihmoni pak se ne po e bëjmë falas gjithë këtë punë.
akademia ata po marrin rroga dhe dieta dhe po bëjnë asgjë. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.